Pyet kjo motra, a kam gjuna nëse nuk e qoj burin për i gjumit me fal namazin e sabajt, sa e senin zilen për arsye se rrin vonë qut. Këshillaj motër me pas kujdes, pyetjen me bo pak ma shqip. Se dhe më thonë, është vërtet jo i këndshëm ky shkrim. Por me gjatë unë e mora vesh, se ma ke bo edhe ma heret këtë pyetje, edhe kam kuptu. Ti si bashorte, edhe ne gjithë kemi obligim që ti të qojmë antarët e familjes për me falë sabahin. Pasi ti nuk ke pushtet mbi burrin tanë, normal ti nuk mundesh me insistu me zërë, çka ban ti? Ti çdo ditë ke obligim me i thonë qu ati, qu fale sabahin. Edhe e lën atër kur ta merr menja se ai është kthjell, është vetëdisu, por prapë s'po do me falë sabahin, ti e ke kry obligimin. Po me thonë, ja, ky s'qohet, ma mirë s'pe qaj heq, jo, mos e le ashtu. Përveç, nëse të ka ndalu, të ka thonë qëre, po ka bën, po më qënë, ki pun me mu. Edhe të ka kërcnu. Atër ndoshta, mendoj, zotit e mas mire, mendoj se i ke dalë hakësh edhe ke drejt me një fafor me këshur punën tane. Por nëse është për atyre që e falë namazin, por është dembel, rrinë shumë, qut natën, pastaj për sabah ka vështirësi etj. Në këto raste deri kur ti del gjumi ati të vetëdisohet, po thot po, jam qu. Hajt tash ti, shko fal ose bjerë, ti e kryen obligimin edhe nëse ai pastaj nuk e fal sabahin. Por do ban ti jesh e kujdesshme, mos e le zhag. Po ashtu edhe fëmijët duhet me qu, pa marr parasysh sa janë të lodhur edhe sa mendon se po dhimbën çaj, sidomos mas i kanë bërë 7 vjet, akoma më tepër mas i kanë bërë 10 vjet, mos e neglizhoni zgjimin e fëmijëve për namaz të sabahit. E di që ju dhem zamra, por në afat gjatë keni mja po herin këti namazi, këti angazhimi, kësaj zgjuarje të fëmijëve për namaz sabahit. Allah na përmirësoft të gjithëve, na boft prej atyre që e falin namazin edhe jemi të kujdesshëm ndaj tij.